flasim për dhëmbët e qumshtit. Dhëmbi I parë fillon del në moshën 6 muajsh, por mund të dalë edhe 12 muajsh, është brenda limiteve të lejuara. Tjetër, dalja e dhëmbëve përfundon në moshën 30 muaj, gjithsej janë 20. Në fillim dalin dhëmbët e poshtëm, pastaj të nofullës së sipërme. Nëse ky rregull prishet, nuk ka asgjë shqetësuese. Dalja e dhëmbëve shoqërohet me irritime, me acarim të mishrave të dhëmbëve, të cilat kërkojnë një përkujdesje të veçantë me preparate xhel që ka në farmaci. Edhe ushqyerja ndikon shumë mirë në daljen e dhëmbëve. Është e domosdoshme të marrin të gjithë mikroelementët që I duhen, kryesisht kalcium, vitaminat, të cilat merren nga një ushqyerje e shëndetshme, me bazë perime, po edhe frutat, veza gjithashtu, që jepet 3 herë në javë sepse përmban vitaminën D, dhe byrmeti. Mbas moshës 30 muaj, ka një ndërprerje, pastaj në moshën deri në moshën 6 vjeç, këto dhëmbë të qumshtit ndrohen, por përgatitja e tyre për të dalë dhëmbët e përhershëm krijohet që në lindje. Mamat që janë shtatzan në 3 mujorin e fundit duhet të ushqehen, të mendojnë pra edhe për dhëmbët e fëmijëve. Ushqyerja, siç e tham, me bazë perime siguron të gjithë mikroelementet që I duhet për rritjen e dhëmbit.